duke qenë se jam nga një familje ashtu. Jo anarkisht, jo principatave, parunitetit, bashkimit, privilegjit dhe deputeti, kandidati jonë të jetë në parlamentin e ardhshëm. Besik Murati është djali juaj, por është edhe një nga drejtuesit më të aftë që ka Partia Lëvizja Legalitetit. Për disa vitesh drejton degën më të mirë të kësaj partie, sikurse është dega e Partisë Lëvizja Legalitetit në Mat. Është kryetari i Këshillit të Bashkisë së Burrelit, është sekretar organizativ për Partinë Lëvizja e Legalitetit. Zoti Besik Murati do të jetë deputeti i ardhshëm i Kuvendit të Shqipërisë që do të përfaqësojë Matin